unë jam Gjondo Gilaj, vi nga sektori privat, në vërtet në përbot, për t'i qu gjënat ku duhet, gjithmonë thirret sektori privat, ata që punësojnë njerëzit, sepse ata din ma mirë se askush tjetër se ku i dhem dhe ku i djeg. Tashi, do kthehem të 2014. 2014 kena kanë në zyrën e 6 licencë dhe kena diskutu si tek qysh. Unë për veti kam thonë dhe do të them prap, Shqipëria duhet ndahet në 4 bashki dhe jo ma shumë. Tashi, do flasim për shërbimet. Shkodrën e keni sakatu, ja keni hek të gjitha drejtorit, ja keni hek gjykatën, e keni shkatru. Në qoftë se Elbasan, Tiranë, Zotnia, bode, nuk e di për sa minuta, unë besoj që ti e pilot dhe e ban shumë shpejt Elbasan, Tiranë, një shkodran me shku në Lezhë, ose dhe në Durrës, një turist vënon 8 orë. Dhe kjo është bërë qëllimisht për ta shkatru turizmin në veri dhe për ta shkatru Shkodrën. Tjetra, këtu duhet kishte vetëm njerëz që janë 25 vjeç dhe gra 7 zana. Ata duhet të flishin më mirë se askush tjetër. Në të gjithu, sidomos pjesa që merret me politik, nuk duhet të ishte prezent. Pse duhet të jenë prezent? Prezent jeni ju që i ndani gjanat në tavolinë Tiranë dhe na pyesni ne krejt kot. Ashtë si puna e Amerikës me Kinën që i ndajnë gjanat, më nëse pyesin Europën hiç. Dhe më duket që jeni tu i bëhat njëjtën gjë. Në qoftë se ju menoni për Shkodrën, menoni që Shkodra është një vend që duhet ketë pozicionin që ka pas, duhet i ktheni gjitha drejtorit në Shkodër dhe duhet bëni shmosin që milët Shkodër të ketë një rrugë sa më parë. Kjo është ajo që shkodrantë kërkojnë. Pjesën tjetër e ndërtojnë vetë. Dhe kjo ka bën që kanë shkatruar dhe universitetin. Universitetin në vërtetë kanë shkatruar në bashkë me nimën tuaj. Dhe kjo ka prunë një fukarallëk të jashtëzakonshëm në Shkodër. Pra ajo rini që ishte universitar dhe ajo rini që ishte shkodrane nuk ekziston më. Pra kjo ka kanë një midis jush edhe nesh. Midis nesh që i kishin pak qirat e shtrejta, midis profesora që i kishin pak çmimet e nalta dhe midis jush që nuk krijuat korridore me Dibrën, me Kuksin, me Lezhën, me Mirditën. Dhe një gjë tjetër, kam për ta thënë se jam tu i pas sekondat si Alvitri. Në qoftë se Shqipëria duhet të ecin përpara, o kryetari i kuvendit, o kryeministri, ose presidenti duhet të jenë nga ato zona që nuk janë pushtuar. Ju faleminderit që më dëgjoni. Faleminderit. Ju lutem, meqense u përmend edhe universiteti, unë du që ta marrë fjalën një pedagog patjetër, po, dhe pastaj 2 zonja. Keni ngritur dorën atje, po? Dhe zonja atje. Ju lutem, Flori. A mund të kemi një mikrofon këtu? A mund të kemi një mikrofon këtu? Po, do ta merrni fjalën të gjithë. Urdhëro. Atëherë përshëndetje, unë quhem Florian Bianku, jam pedagog i Universitetit Shkodrës Luigi Gorakuqi, njëkohësisht edhe antar i Këshillit Bashkiak Shkodër. Faktikisht takimin unë e mendoja paksa më ndryshe, të them të drejtën, ndoshta një prezantim më i mirë nga ana e juaj, sepse dashi pa dashi një takim i tillë i remiksuar, pra ka faktor nga më të ndryshmit në këtë takim. Është shumë i vështirë, faktikisht, për të menaxhu një, edhe e kuptoj edhe bonën me gjithë vështirësinë, ma ka përmend emrin një 7 herë deri tani, dhe e mirë kuptoj të vështirësia që ka. Në këto takime dhe në këtë rast unë do ta ndryshoj, kisha përgatitur faktikisht një moment ndërhyrjet, shumë tematike, duke lidhur edhe me atë që ne thamë akademizmin, ose se akademizmi është fjalë e madhe, por në rolin që ka Universiteti i Shkodrës në këtë proces. Dhe do t'ju bëja disa pyetje ju në këtë rast, më tepër se sa të mbaj një fjalë, e cila kam frikën që del jashtë kontekstit në këtë takim me shumë faktor dhe me shumë banor, që unë i dëgjova me vëmendje, me shumë të drejtë, por që gjithsecili në këtë lloj takimit ka rrezikun që të dalë keq, sepse janë argumenta të cilët duhen të jenë të përfshira në tryeza tematike dhe jo kështu në një mbledhje, në një kinema të qytetit, bashkohen të gjithë zërat, del paksa kështu si takim sovjetik, por që duhet ta ndoshta edhe në kuadrin e një lloji sugjerimit. Sugjerimi im është që takimet të bëhen tematike, të përfshihet pa diskutim universiteti në këtë lloj roli dhe dua që të kemi edhe një informacion se sa takime janë bërë me universitetin. E dyta, sa takime janë bërë me këshilltarët e bashkisë, sepse janë këshilltarët ata që përfaqësojnë demokracinë indirekte,
Në këtë aspekt dua të nënvizoj edhe faktin që kemi një ulje të jashtëzakonshme nga reforma e 2014-s, pra nga rreth 189 këshilltar, të cilët përfaqësonin banorët, tashmë jemi vetëm 51 dhe ato 51 duken sikur janë pa zë të vërtet. Dhe natyrisht kërkoj një lloj informacionit në këtë takim se sa fshatra keni vizituar ju në qarkun e Shkodrës, se në sa njësi administrative të qarkut keni shku, apo do të shkoni, cila është metodologjia takimeve për Shkodrën dhe ajo takimet që do të realizohen, dhe nëse nuk janë realizu, të gjitha këto në mënyrë që të mos kemi një reform për reform. Sepse kjo fjala reform nga njëherë ka kaluar në një lloj inflacioni të jashtëzakonshëm. Sepse çdo reform, fjala reform, njerëzit janë mbushur me këtë lloj emrit dhe ndoshta kërkohet një informacion më të detajuar për sa i përket. Dhe diçka tjetër për sa i përket metodologjisë. Në raport me reformën e vitit 2014, na rezulton që pjesa jugore e Shqipërisë është e ndarë dhe ka një disproporcion me pjesën e veriut të Shqipërisë në raport me ndarjen administrative territoriale. Në këtë aspekt do të ketë përsërit një njëjtën metodologji, do të thotë që jugu të trajtohet ndryshe dhe veriu ndryshe, apo do të kemi një metodologji të një farë mënyre të cila konvergon me të gjitha të tjerat. Pra, ashtu si që folët për bashkinë, ju kërkoj edhe ndoshta në emër të gjithë këtu, domethënë një informacion më të detajuar se çfarë do të bëni ju për këtë ndarje administrative dhe në thithjen e mendimit qoftë intelektual, qoftë të banorëve si drejt për drejt të prekur dhe qoftë antarëve të Këshillit Bashkiak që përfaqësojnë demokracinë indirekte. Faleminderit. Faleminderit. Besoj që bashkëkryetarët do kenë mundësi të shpjegojnë më shumë tek përmbledhja mbi hapat në vijim, por ju siguroj që komisioni ka një metodologji dhe një përgjigje edhe për pyetjet tuaja. 2 zonja, zotria, sepse mendoj që zëri fermerëve është i rëndësishëm dhe kalojmë në sesionin e tretë. Po, 2 zonjat që ngritën dorë, një lutem. Po. Përshëndetje gjithëve, unë jam Florida Peraj, jam administratore e njësisë Kelmanit, pikërisht aty ku varet harta, prej Vërmoshit. Du të ndalem tek reforma territoriale e 2014-s, mu më duket nuk du të marrim kohë edhe njerëzve, sepse të gjithë e dim benefitet dhe të mira që ka sjell. Duhet jemi shumë koshient dhe të sinqert me ato që shprehim për lugët e arit apo jo. Edhe për sa i përket reformës territoriale, Malësia e Madhe është një zonë me potenciale të jashtëzakonshme ekonomike, turistike, është një zonë homogjene. Ne nuk mund të trajtohemi si një zonë pa peshë administrative. Prandaj, ne kërkojmë këtu që Malësia e Madhe të mbajë statusin që ka si bashki. Nuk mund e mendoj asnjëherë të ndahen në 2 familje, është si ajo familja që ndahet 2 vëllezërit dhe të dy e dim se si u përfundon situata. Kështu që ne duhet jemi bashki, një vetme, por asnjëherë të ndahem. Faleminderit. Po. Edhe zonja atje, po. Përshëndetje të anëve, Alma Majmetaj, banore e qytetit Shkodrës, njëkohësisht edhe antare e Këshillit Bashkiak. Në fakt i kam dëgjuar gjithë me shumë vëmendje, sot isha më interesuar për hir të vërtetës për të dëgjuar se për të fol, dhe pash që shumica e folësve nalen tek kjo reformë vetëm tek pjesa e harxhimit, e kufive. Sigurisht çdo kush është në aspektin që e mendon, po për mua si qytetare dhe si banore dhe si marrëse e shërbimeve publike, më intereson më shumë kompetencat që merr një bashki e fuqishme dhe një bashki e madhe. Më intereson shërbimin që mund të jap një bashki e madhe tek qytetarët. Më intereson që sot, për shembull, Bashkia e Shkodër ka 11 njësi administrative. Shumë herët, jo vetëm që nuk është investuar në këto njësi administrative, po për ne që jetojmë qytet nuk kemi ditur as të shkojmë te këto njësi administrative. Ndërkohë që sot në Këshill Bashkiak flitet që cila prej njësive po merr këtë investim ku të investohet më shumë. Pa kalute njësitë administrative. Në fakt nga bashkitë përpara edhe lagjet e Shkodrës kanë kënd harrume. Për shembull lagja numër 5, ku shpesh ja duk një lagje shumë larg.
pra që është brenda Vjes Verdh Shkodrës, sot po merr investime. Dhe unë mendoj që ne duhet të vazhdojmë këtë gjë. A ka nevojë për përmirësim që në 2014, patjetër po. Më tërhoqi shumë vëmendjen një zotëri që ishte nga Fusharzi, që tha kam një shoqat turistike, pra që përmbledh këtë që bashkon pra një shoqat Puk Fusharz. Pra ideja, në fakt më ngacmoj zotnia për të fol, ka paraprik saj që po bëjmë na. Faleminderit. Faleminderit, po, zotëria. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit si malla fjalën dikur. Unë vim nga rjolli Velipojs. Më duket se keni nije ju dhe tonë Shqipëria se që po bëhet në rjoll. Fjallën më të parë dhe me thonë si ka reagua bashkia e Shkodrës për me mbrojt zonën e rjollit. Si ka ardhi huj, me në marë pronat, me në marë familjet, me në marë shpirtin. I to jonë qeshtit e dis me i përmen, jo bizneset. Se s'ka burzi në alë bizneset, s'ka në ka shkojnë. S'kena prona, s'kena letra. Jam me 7.500 nishin, s'kam certifikat, sa me prit. 35 prita. A jam edhe 35 tira me prit? Jo. Pra, ju lutem shumë. Me pa ken komune Velipoj si qka ken, na kite zhjith problemet, si do mës një të rjollit. Jena vend turistik, si rjolli edhe Velipoja. Nuk ka investime. Në rjoll, po flasë për vetin, nuk ka ujtë pishëm. S'ka mu i mu labo, mës me bo një shpim. Kjo është gjenja e ditës. Pra, ju lutem shumë, në animoni me i bojë të gjona, por Shkodra, jo më falni, bashkia Shkodrës, vjen vetëm kur dhe me vjel të ardhën e cizirë, dhe me thonë Velipoja, nga ana turistike. Se më duke gjohë drejt hiq. 45 kilometra për në rjollë marrë në Shkodër, me nejmë të bashkia të torë, dheri sa të më vinë ralla, se shka. Pra, ne na duhet, 11.000 banor është Velipoja. Po ju thëmë ishtë një diqa tjetër, një shemullë, konkret, me fësinet e në Itali. Unë rritë është 28 vjetë në Itali. Jena 6.000 banor. Kena komunë në veti. E që problemi ka si edhe Italisë kjo? Ka mungesë ekonomijet? Jo. Pse do në politika, mu nuk më interesën që është politika. Se më në funit ne votojmë politikën. Në më shtesin politika, ju lutem shumë politikanëve. Pra ju tha që edhe i herë, nuk kena ujë, mas kena kosha lomesh. Jena sa familje. Kur ka ken komuna e Velipojs, në ka bon rrugën, edhe i ky bashkë si foli Nikol Marku, ka ken kryetar komunet, edhe në ka bon rrugën, në ka lidhë rjollin, me Velipojn si kena ken derin gjun uj, në përbal të shkua. Kush e bani, bashkë e Shkodrës? Ja, pra i ky duhet me kërkua popli sot. Si që thomon Dugazini e të në zonat tira malore se janë largë. Nuk di që me thonë tjetër veç që se realizohet... Ju falemderit. Ju falemderit. Unë kërkoj dasi. Ju falemderit. Më lejonit të prezentoj tematikën e tretë të këtij diskutimi, e cila lidhet me financat vendore. Sigurisht shërbimet ka nevojë për para, parat vinë nga taksapaguesit, a janë sot të financuara si që duhet bashkit. Në këto 10 vite, modeli i tarifimit dhe i taksimit, a ka funksionuar? Nëse mund të fokusohemi tek aspekte që lidhen me financat vendore, komisioni do ta shite me shumë interes, dhe unë do doja që të kalonim pak lart zonja dhe pastaj zotëria.